Episodin e sotëm të serialit Qyteti i Largët do ta nisim me Gjanin, i cili shkon tek puna e Mines. Ai i thot: "Mos luaj lojra me mua, Mine, do të flasim." Mine i thot: "Për një çështje kaq të rëndësishme zgjodhe vendin tim të punës?" Gjani: "Çfarë doje, të nxirja për darkë?" "Nuk e prisja këtu, mendoja se do të vije si njerëz të qytetëruar dhe do të flisnim në shtëpi me qetësi", i thot Mine. Gjani ja kthen: "Ti ke kaluar prej kohësh kufit e mirësjelljes, tani mos më ndërprit fjalën dhe dëgjo mirë. E para, sapo të lind fëmia, do ta regjistroj me mbiemrin tim. E dyta, do të vendosësh ti nëse do ta bëj këtë para apo pas lindjes. Do t'ju blej një shtëpi, ti dhe fëmia do të jetoni atje." Mine ja kthen: "Do të jetosh në të njëjtën xhati me Aljen dhe fëmijën tënd? Do ta mbash larg, këtë po thua?" "Po", i thot Gjani, "do ta shoh fëmijën kur të dua, do ta sjellin në konak ose do të ma sjellin njerëzit e mi." Minja ja kthen: "Pra do të jetosh me Gjan Denizin në një shtëpi, ndërsa fëmijën tënd do ta mbash larg. E kam kuptuar sakt?" "Po", i thot Gjani, "e ke kuptuar shumë sakt, pikërisht kështu. Siç thash, vendimin ma jep para apo pas lindjes." Duke thënë këto fjalë dhe Gjan largohet, ndërsa Mine e ndjek dhe i thot: "Gjan, prit një minutë, Gjan, nuk po dëgjon?" "Mos bërtit", i thot Gjani, "mos ma acaron." "Do të bërtas, Gjan", i thot Mine. Më pas ajo sheh Sadakatin dhe i drejtohet asaj. "Zonja Sadakat, thatë që e drejta do të dalë në shesh." Ai vendosi që fëmia të mos rritet në konak. "Një minutë", thot Sadakat, "çfarë thot kjo grua, Gjan?" "Nuk të intereson ty, neni", thot Gjihani. Dhe Mine ndërryn: "Thot që do të marrë një shtëpi më vete për mua dhe fëmijën dhe ai do të rritet larg këtij." "Mos bërtiti", thot Gjani, "do të bërtas", thot Mine, duke parë Sadakatin dhe duke parë që ka krah të ngrohta nga ajo. Sadakati ja kthen: "Kjo kur nuk do të ndodh, nipi im do të rritet në konakun ton. Ai fëmijë do të jetë brenda atij konaku, Gjihan." Mine i thot: "Po unë, çfarë do të bëhet me mua? Do të pres te porta e konakut për të marrë fëmijën tim?" Gjani i thot: "Mine, kjo çështje u mbyll, u fol dhe mbaroi." "Jo", i thot Mine, "kjo çështje nuk është mbyllur, Gjan." Atëherë Sadakati thot: "Nipi im do të rritet në konak." "Unë nuk e le fëmijën tim", thot Mine. Në ato moment ndërhyn Alja. "Zonja Sadakat, duhet të flasim", thot, "është e rëndësishme." Sadakat e habitur i thot: "Çfarë ka? Çfarë ndodhi?" Nare shkon në spital dhe pyet për Ozganin, përse nuk është në dhomën e tij. "A është dërguar në një dhomë tjetër", thot, "çfarë ka ndodhur?" Alja i thot: "Po, nare, po." "Çfarë po ndodh?" pyet ajo, "ku është Ozgani? Pse nuk po më thoni gjë?" Alja i thot: "Nuk është në dhomën e tij." "Po ku është atëherë?" Ajla kërkon që Sadakati t'i qëndroj afër Nares dhe ajo jep lajmin se ata bën gjithçka, pra mjekët, por Ozgan pati një komplikacion me zemrën dhe nuk mundi të shpëtonte. Në varrin e Ozganit atmosfera është e rëndë dhe mbushur me dhimbje. Nare ndodhet aty, duke reflektuar mbi momentin e fundit. Kujtimet dhe fjalët e tij japin një ndjesi të thellë të humbjes, por edhe të lidhjes së tyre të pazgjithshme. Në këtë moment, Nare qëndron vetëm pranë varrit, duke përjetuar dhimbjen dhe nostalgjinë e humbjes, ndërsa mendimet e saj shkojnë te ato që janë thënë dhe të pathëna me saj dhe Ozganit. Nga ana tjetër, Ajla shkon pranë varrit të nënës së saj dhe i thot këto fjalë. "Nën", thot, "ti erdhe, po ashtu siç erdhe shpejt, ashtu edhe shkove. Por gjithçka po mbytet brenda meje. Koha është e shkurtër, por dhimbja ka mbetur e pamas. Ndjem cop-cop, jam cop-cop brenda vetes. Qëndrova, por gjithçka më lodh më shumë, po përpiqem të mbijetoj, po luftoj. Pa ty ndjem si e vetmuar. Njeriu që e dua ka fëmijë me një grua tjetër. A është gabim të duash? Po qaj me çdo frym, ti nuk je me, por unë do të qëndroj dhe do ta përballoj." Në një skenë tjetër, Shahini përballet me nënën e tij Fidanit, ku kjo e fundit i thot: "Dëgjo birr, burri i asaj gruaje ka vdekur. Mos krijosh prej sa të kota", thot, "një grua që burrin e saj e ka humbur nuk mund të shikoj tjetër burr. Ky është turp dhe ty nuk të shkon ti shkosh pa."
turpërohu për gabimet e tua. Kjo grua nuk do të hyj kurrë në shtëpinë tonë. Sot nuk do ta le të kaloj pragun, mos e harro këtë. Ndërsa Shahinja kthen, Nen thot, nuk të përket ty kjo gjë, më le rehat tani. Po flas për të mirën tënde, çfarëdo që ti të thuash nuk ka më kuptim. Ti nuk ke të drejtë, thot, të ndrysh në jetën time. Gjithashtu dhe Sadakat nga ana tjetër po përpiqet të ndikojë tek Nare, që kjo e fundit mos përfitojë nga vdekja e Ozganit dhe të shkojë në krahët e Shahinit. Ajo i kujton sakrificën e Ozganit që dha jetën për tem. Në ato moment hyn Alja dhe Sadakat i thot: "Duhet ta kuptosh se çfarë po ndodh. Dil jashtë dhe respekto rregullin, nuk duhet të ndrysh mes bisedës mes meje dhe vajzës time." Dil thot, po përpiqem t'i tregoj vajzës se çfarë mendojnë njerëzit, çfarë është e keqe dhe çfarë është e mirë. Por Alja ndryn, ti po përdor vuajtjen e saj për të përfituar, a nuk e kupton se po i dëmton shpirtin? Po i thua, thot, që të qëndroj larg Shahinit, a nuk e sheh gjendjen e është momenti duhur? Por Sadakat, me qëndrimin autoritar ja kthen: "Mos më thoni se çfarë duhet të bëj, unë jam nena e Nares. Vajza ime nuk mund të jetë me Shahinin, unë jam këtu për parandaluar çdo gjë të gabuar. E di çfarë ka bërë Xhmeli, e di gjithçka. Si do të ndërtoj një jetë me Shahinin nëse Borani është vrarë nga ai? Të mendohet mirë." Duke parë këtë bisedë, Nare shpërthen: "Nen, thot, mjaft, jam lodhur, nuk do të jem me Shahinin, nuk do të jem me askën tjetër, të lutem mjaft." Atëherë Xhihan ndërhyn, duke u lodhur edhe ai nga ndërhyrjet e vazhdueshme të nenës së tij Sadakat. "Çdo fëmijë ka të drejtën e tij, thot, për çdo vendim që do të marr. Unë do të jem gjithmonë këtu për ta mbrojtur Narën. Të gjithë duhet ta kuptojnë se kjo është shumë e rëndësishme." Dhe largohet bashkë me Aljen. Ndërsa tek kjo skenë është biseda midis Xhihanit dhe Ajlës. Xhihani: "Të thash që nena nuk do të pranoj, sigurisht që do ta doj nipin në këtë konak, dhe atë që thot ajo do ta bëj." Ndërsa Ajla i përgjigjet: "Xhihan, shiko. Në varrim erdhi Mine dhe më tha diçka. Ti nuk e le fëmijën tënd, si mund ta le unë? Kishte të drejtë, si mund ta le? Nuk munda. Unë gjithashtu nuk mund ta lejoj. Nena duhet të jetë pranë fëmijës së saj, dhe Mine është e detyruar të hyjë në këtë konak. Duhet të hyjë Xhihan," i thot Ajla. "Po unë çfarë të bëj?" thot Xhihani. "Çfarë prisni prej meje? Nuk di si të veproj, nuk mundem." "Asu nuk mundem," thot Ajla. "Po le të shohim çfarë do na tregoj koha. Të gjithë bashkë do ta shohim." Në tavolinën e mëngjesit, Sadakat vazhdon të këmbgul me vendosmëri që fëmia dhe Mine të kenë të gjitha kushtet e nevojshme, duke kërkuar që një dhomë të përgatitet për ta. Në pranit të Ajlës, e cila përpiqet të mbajë rend dhe autoritet, Sadakat urdhëron që dhoma të përgatitet menjëherë. Megjithatë, Xhihan, i nervozuar nga situata, humbe durimin dhe godet tavolinën me forcë, duke kërkuar që nena e tij Sadakat të ndalojë. Gjithashtu dhe Nare reagon dhe i thot nenës së saj se veprimet e saj nuk respektojnë ndjenjat e saj. Megjithatë, përpjekja e saj për të komunikuar shpesh shkon kot dhe debate të kota lindin mes saj dhe Sadakatit. Skena pasqyron përplasje mes detyrës, kujdesit, autoritetit dhe dhimbjes emocionale. Kaja takohet me Ipekun për një takim të planifikuar nga familja, sipas traditës, për fejes. Ipek është disi e rezervuar dhe e prirur për të ndryshuar mendim shpejt, ndërsa Kaja vëzhgon sjelljen e saj dhe përpiqet të kuptojë qëndrimin e saj. Ata diskutojnë përshkurtimisht dhe në mënyrë respektuese, duke konfirmuar se takimi është planifikuar nga familjet dhe se të dy nuk janë plotësisht të sigurt për vendimin. Ipek shpreh se edhe pse fillimisht ka pranuar takimin, ndjen se mund të ketë bërë një gabim dhe mundohet të largohet, por para pak se Ipek të largohet, Kaja shet Demirin dhe Zerinin dhe përpiqet të bëjë xheloze këtë të fundit. Sadakat shkon në spital dhe në prani të Ajlës bisedon me Minen. Ajo e pyet për shtatzanin se si ndihet dhe i thot: "Kam filluar të përgatis dhomën e fëmijës dhe kur të lind ai, ti do të vish në konak, mos u shqetëso." Mine e falenderon, duke parë këto të dyja, Ajla me ironi ju thot: "Miru bëj gjithçka. Tani mund të qetësoheni dhe të kujdeseni për fëmijën së bashku." Kjo ishte edhe një përmbledhje për episodin e sotëm. Faleminderit që na ndiqni. Shihemi në videon e radhës.